Mendoj se është gjë e mirë, sepse kam pa disa antarë simpatizantë të LDK-s, madje edhe njerëz strukturave që shqetësohen pse po flitet kaq shumë për LDK-n edhe jashtë LDK-s, pse po flitet nëpër studio televizive, por unë mendoj që kjo tregon që LDK-ja ende konsiderohet parti shumë e rëndësishme, jo vetëm nga vetë LDK-ja, por edhe njerëz të tjerë dhe është natyrisht për keqardhje me pa një partia parë demokratike, themeluar në Kosovë, partia që ka marrë pjesë në secilin proces prej procesit çlirimit. Domethënë LDK-ja ka pas antarë të saj që kanë qenë edhe në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, deri në krijimin e institucioneve, shpalljen e pavarësisë, ka qenë një ndër barcët e këtyre proceseve, kështu që natyrisht me shumë të drejtë ka interes, madje ka edhe shqetësime për njerëzve kur e shohin që LDK-ja kohëve të fundit nuk është duke performuar si duhet. Tani, në anën tjetër, po ashtu LDK-ja vazhdoi të bëjë saj fuqishëm se është partia më demokratike në vend, e cila ka arrit që mënyrë patësore, mënyrë demokratike, patësore, kur them kuptimin pa ndonjë përplasje të madhe që ka shkaktuar dhunë, kemi pas incidente të kaluara, po sërish, sidomos këto viteve të fundit, e ka ndrur leadershipin e vet në procese tërësisht demokratike, ku ka pas gjithë përfshirjen e atë proces në kuptimin e strukturave. Dhe ka vu disa standarde ka shi vetës vetë, por mendoj që edhe të parti tjera. Njën nga standardet që mendoj që edhe veçon LDK nga parti tjera është fakti që lideret e deritashëm kanë marrë përgjegjësi. Kanë marrë përgjegjësi edhe për kanë bardhë mbi supet e veta çështje që ndoshta ju ka kushtuar në elektorat, por kanë qenë procese të rëndësishme për vendin dhe ata kanë marrë këtë përgjegjësi mbi vete, i kanë prirë këtyre proceseve duke e ditë që mund t'ju kushtoj, dhe në anën tjetër sidomos kanë marrë përgjegjësi kur i kanë humbë zgjedhjet. Dhe rasti fundit ka qenë me ish kryetarin e LDK-s Mustafa, i cili ka dhënë dorëheqje kur rezultati i partisë ka qenë i keq. Në fakt kam përshtypjen që vetëm ai ka reflektuar në situata të tilla dhe ai ka dhënë dorëheqje. Rasti fatmirësisht ka qenë tjetër. Standard i vendosur në zgjedhjet se tash në bosh shumë zgjedhje, nuk janë më të fundit, por të vitit 2021. Dhe mbi këto parime, mbi këto vlera të ndërtuara, ka ardhur në krye të partisë zotri Abdi Gjiku. Ai në zgjedhjet e dhjetorit vitit e kaluar e mori një hap të tillë. Në natën e zgjedhjeve duli dhe tha, unë e marr përgjegjësinë dhe do t'i kthem jetës familjare, vajzat mia kështu me radhë. Diku pas një jave dy ndroi diçka. Dhe ai ndroi qëndrimin. Çka e bani zotrin Abdi Gjiku ta ndroi qëndrimin, të reflektoj, por në mendimin tim jo të reflektoj siç duhet. Si që kërkua? Edhe si që ai vetë tha. Nuk e di, por pastaj prej atij momenti unë mendoj që LDK-ja ka pas një thymje e cila është vështirë me u riparu me zotrin Abdi Gjikun krye. Kushdo që vje pas ti, duhet jetë shumë i kujdesshëm, duhet punoj shumë në një gjithë përfshirje. Ai mbjetoi e vërtet kuvendit që u mbajt me 31 janar dhe premtoi unitet brenda partisë, por ai unitet nuk ndodhi dhe si pasojë e saj mendoj që edhe rezultati i 6 qershorit nuk është i kënaqshëm, kështu që unë i konsideroj legjitime kërkesat e disa degëve, nuk janë kërkesat të kryetarit, duhet ta bëjmë këtë dallim, kanë dalë, këto 3 degë kanë dalë në postimet e tyre nga mbledhjet e kryesisë. Pra kërkesat kanë dalë nga mbledhjet e kryesisë që zotri Abdi Gjiku të jap llogari për rezultatin e fundit dhe të dorëhiqet dhe unë mendoj se duhet filloj procesi zgjedhor në të gjitha nivelet, jo vetëm në për kryetar. Sado që shihen këto ditë, këto lëvizje të fundit për zgjedhje, kërkesa të ndryshme, janë kërkesa padyshim duke u bazuar në faktin që pritshmëritë kanë qenë të mëdha, se përndryshe nëse shikojmë në raport me zgjedhjet e mëparshme, performanca nuk është më e keqe. Jo, dhe shënojnë ngritje në fakt. Në kuptimin e fitimit të mandateve, se loja bëhet politike në zgjedhje, jo për përqindje. Për votën kuvend.
Mandate tash ka më shumë se herën e kaluar dhe ndoshta unë ende me qëndroj pranë atij gjykimi personal se në këtë fazë të ndërtimit të institucioneve, kërkesa për dërheqjet leadershipit të një partije, si që është rasti tash me LDK-n, e dëmton procesin në kuptimin e ndërtimit të institucioneve. Kështu që te unë krijon një bindje të dyshimt në kuptimin ajo është fjala për parime vërtet të qëndrueshme për ndrimin e leadershipit dhe për transformimin e kësaj partije, që mendohet se ka mundësi potenciale njerëzore të performon më mirë, apo është friga e një pjesë të caktuar të udhëheqjes partijake ose të akterëve politik në këtë parti që i frigohen këtij koalicioni potencial të mundshëm që mund të ndodhë midis VVS dhe LDK-s dhe nuk e shohin veten pjesë të lojës apo akter të fuqishëm në pjesëmarrje në pozita të caktuara të qeverisë. Kjo dilemë të une faktikisht me kuptue se shpeshherë këto iniciativa herë bëhen për qëllime shumë individuale, herë për qëllime kolektive. Mirë po, ajo që e thatë me plot të drejt është parti mjaft demokratike në kuptimin e funksionimit, ka dhe aty mangësi se është parti shqiptare, se gjitha partit, por si do qoftë në raport me partit tjera, ka të regu model të mirë të transformimit, model të mirë të ndërtimit të standardeve, të largimit dhe të tjera. Në një nuk është rezultati, pra nuk janë rezultatet mjaftueshëm të dobta sa me kërku dërheqje. Unë jam ende i bindur në atë se ky rezultat zgjedhor nuk është për një kërkesë kaq urgjente. Nuk e justifikon kërkesën tash për tash. Nuk justifikon kërkesën urgjente. Kjo kërkesë duhet të tablohet, jo të shpallet në për media ose në për Facebook apo format të tjera, por të mbledhen institucionet e kësaj partije ose organet e kësaj partije, se kjo parti ka statut, ka kushtetutën e vetë, dhe dihet mënyra se si kërkohet llogaria, se si bëhet analiza. Hapi marrë racional që ishte dashur të udhëheqja aktuale e LDK-s në krye me Abdizikun, ishte dashur ose duhet të analizojnë rezultatin zgjedhor. Pas një analizë të thellë të rezultatit zgjedhor, të dihet për aq sa është mundur përgjegjësitë dhe të drejtat, qoftë të individit, qoftë të kryesisë, qoftë të kryetarëve të degëve, qoftë të kryesive të degëve në për komuna ku kanë pas fitim ose humbje, kur bëhet një analizë të tillë, ka mundësi të diagnostifikohet mirë gjendja e partisë dhe atëherë të hynë një procesi normal zgjedhor që unë mendoj se janë plotësuar të gjitha kushtet për me shku në zgjedhje dhe atë, jo zgjedhje kozmetike, por zgjedhje në kuptimin nga baza dhe të votohet vërtet kryetari të shkojë në variantin e votimit pra ju nuk e sheni momentin e duhur tani për kryetarin. Nuk e sheni momentin. Jo të zgjedhin kryetarin organet e partisë, sepse në një farë mënyre statutin e partisë e kanë rregullue aq në mënyrë perfide udhëheqësit aktuale dhe udhëheqësit më përpara, bile unë për një rast të tillë e kum pas konfliktin politik më të madh me Isa Mustafën kum pas për një nen të statutit ku mundueshin t'ja japin të drejtën kryetarit partisë që të propozon gjysmen e kryesisë së partisë kur fiton. Është edhe më keq aktualisht. E në atë kohë, masandej kanë bo me 2/3 bile, kanë shku edhe ma thellë. E në kohën e Ibrahim Rrugovës nuk ka qenë kjo. Do më thonë, kryetari i partisë ka pas të drejtë me propozue një pjesë të kryesisë, po jo shumicën, sepse në atë mënyrë del se ai që fiton
pozitën e kryetarit të partisë në një farë mënyrë po imponon edhe komplet stafin udhëheqës. Edhe kjo nuk ishte e shëndetshme në kuptimin e zhvillimeve demokratike të brendshme, kështu që veç rasti e përmenda. Jo, tash kemi të bëjmë me një situatë kontradiktore. Dhe unë sa e di këta e kanë thellu këtë proces edhe më thellë, sa që tash kryetari i partisë ka aq shumë të drejta në nivel partije që në fakt... Mirë, se jemi... Çështja dhe unë mendoj se LDK-ja nuk duhet me ndru veç leadershipin, duhet me ndru komplet statutin, edhe me hap partin me boma demokratike. Nuk e di si ka qenë të kaluarën tash, për mendimin tem, përgjithësit dhe autoriteti, ato që na i thojmë kompetenca, po është autoriteti që ka kryetari është shumë i madh. Prandaj mandej përgjithësia kërkohet nga vetë kryetari. Unë pak ma shumë e di si ka ndodhur në zgjedhjet e dhjetorit, ku ndër të parët kam dalë dhe kam kërku jo vetëm përgjithësin nga kryetari, nga gjithë përfshim, mandej përfshi edhe kandidatët, ku kam qenë vetë pjesë, kam thonë edhe unë, edhe gjithë tjerë duhet me dhonë përgjithësi, me dhonë llogari për këtë rezultat, për duhet mu ullë me analizu mirë. Tash, pse përgjithësia dhe kërkesa më shumë ti bie te kryetari? Sepse vetë ka qenë kryetar, vetë kandidat për kryeministër, vetë shefi shtabit zgjedhor. Pra 3 pozita kyçe brenda një procesi zgjedhor i ka mbajt vetë. Kështu që s'ka mujt me drejtu ose me kërku llogari nga dikush tjetër, kur e gjithë vendimarrja ka qenë e koncentruar në duart e tij. Pastaj, unë jam... Ku ishin kjo kryesi, ku ishin kjo udhëheqje, pse ja kanë jap të gjitha të drejtë? Unë kam kërku edhe mendoj që duhet reforma, mos tjetë vetëm me i largu do njerëz që të kalumen, s'pas kanë qeveris mirë me partinë sociale edhe me prude tjerë, se kjo nuk është reformë. Reforma duhet jetë në ndrimin e disa rregullave. Kur unë e kam diskutu me disa njerëz, pse nuk bëhet që kryetarit të zgjedhet një antar një vot, kanë thënë jo, se partitë e djathta nuk e kanë tradit këtë, në partitë e djathta kryetari, do më thonë, është kuvendi ai që zgjidhet. Okej, në rregull, edhe kjo mund të jetë formë demokratike, por çka kam po masandej... Diçka, më falë që po ndërprej, diçka kanë të definuar këto partit që janë qoftë vëzhguese, qoftë antarëve të partive popullore evropiane, i kanë disa standarde, mirë po tash, sa janë partit parlamentare evropiane, apo ai forumi që i mbledh të gjitha këto partit të qendrës së djathtë që bën pjesë Lidhja Demokratike, është tash antare, më duket është antare me votë. Nuk e di sa janë involvua ata në proces, unë besoj se nëse këta dëshirojnë të jenë pjesë e këtij organizmi, sa ajo është organizëm i madh Partitë Popullore Evropiane, i bashkojnë ndoshta forcat kryesore politike evropiane, që në fakt është edhe Partia Demokratike e Shqipërisë është pjesë e partive popullore evropiane, kështu që unë mendoj se edhe në ndërtimin e statutit, atë që po mendojmë na të transformohet kjo parti, që transformimi nuk nënkupton vetëm transformim kuadrësh ose largim apo fultje elementeve të reja të njerëzve të ri, por edhe transformim organizativ, që nënkupton edhe transformim edhe juridik të saj me letra, sigurisht që një ndim ose një bashkëpunim ma intenziv me partit popullore evropiane kishte me qeni frutshëm në mënyrë që vërtet këta të funksionojnë si një parti. Ka pas njerë që kanë prit, po jo, ata kanë po andra dite. Po tashti ti eshe potencialin e një lideri, potencialin, kapacitetin e ti. Bashkimi i Vjosës është sinergjik. Nuk përkthehet automatikisht me numër. Po, në afat gjatë, unë mendoj që pak është ngushme kjo me njëherë, kjo puna para si me dhonë, ta që jemi në regull. Në afat të gjatë mundet me po të rezultate ma të mirë. Në afat gjatë dush me po kapacitetin e një lideri. Ta shtrojnë të rafsh diskutimin, kështu. Maksimalja që ka rrit zotri Abdigjiko është 20 deputet. Dhe mas asoj karanje, 20-15 prap 18. As rezultatin e vetë nuk e arriti, as rezultatin e dhjetorit të jotë. Është aty është, te 15 deputetet. Tani këta 3 deputet, ka qenë 20 deputet, ka ronë 15, ka ronë 13.
herën e kaluar, që e thiri vot besimin, ku ishin këta njerëz? Këtu pajtona. Ku ishin këta njerëz që nuk i thanë, na falë, s'ka vot besim, sepse kryetari partisë... këtu vim bytje ato interesat Ramosaj. Cili organi partisë erëzën kryetarin e vetë, i cili kryetari ka vendosur ata? Kjo s'ndodh kur. Prandaj unë mendoj një qytetar duhet të kjo është një lloj shprehje e paknasie të dhjetorit kalum. Ky reagim ka shpëtuar me atë vot besim. Ky duhet jo të shpeton, por të shkon në proces zgjedhor normal, në qoftë ka një perceptim që pikërisht atë sensin e nostalgjisë pozitive, në kuptimin e të shikojmë këtë parti në kuptimin e asaj se dhe të mbetet si një aset kombëtar. Si aset bile mos të prishet krejt. Ajo mund të ndodhë në qoftë se ulen këta me koka të ftofta dhe rezultatin nuk janë të kënaqur, po shihet që nuk janë të kënaqur, në qoftë se nuk janë të kënaqur, të shkojnë një proces zgjedhor normal. Janë dy gjëra që duhet me patjetër ndalemi. Edhe një tek Vjosa Osmani, çfarë fitoi LDK-ja me Vjosa Osmanin dhe çfarë jo, edhe kjo por përmendi diçka me rëndësi, pra ku ishin këta njerëz, atëherë kur ran 13% dhe marr parasysh shikove të fundit ka një perceptim, ose si të thuash një sforcim i idesë që përparim Rama duhet tjetë kryetari i ardhshëm i LDK-s, pra ka të tillë që i fryn kësa ideje dhe i shohim, i fryn e ushin këtë ide. Është momenti kur disa nga kokat e LDK-s po radhitën ka përparim Rama dhe po i kthehen kundër Abdigjikut. Ky fenomeni... A qëndron kjo? Shiko, ky fenomeni i rrjedhjes mas pushtetit, ose vrapit mas pushtetit, është fenomeni përgjithshëm, kjo ndodh gjithkohë. Në këtë rast a shini, këtë rast... Nesër mas nesërit, dhe të ketë Prishtina, një kryetar XY që s'ka lidhje me LDK-n, prap ka me pas aktivista udhëhec të LDK-s që kanë mi shkue verbrisht mbrapa. Ka me pas kësi raste. Këtë rast a shini, jo më interesën këtë rast apo shini që këta kryetar po shkojnë pas për parim Ramës. Më falë, vështë të kry. Këto format të stimulimeve të tilla, ose motivimeve të tilla, qoftë përmes media, qoftë përmes rrjeteve sociale, se ky duhet të jetë kryetar, këto janë aq të parëndësishme për një parti serioze. Jo, krijohet narracioni, krijohet ideja. Matët pulsi, dhe të krijohet si garë në mënyrë që t'i shtyn njerëzit me punue, sepse rrezikohen në çdo moment, dhe ajo ka efektin edhe pozitiv, nuk e ka qartë, nuk po them ta shihni si pozitive, negative, por a e shihni këtë si element që po ndikon në këtë përçarje. Kjo është çështja që po e shtroj. LDK-ja po e kërkon një përparim Rama. Po kërkon dikan që e bën fituese të zgjedhjeve. Nuk, sa për atë puna e bën fituese ajo, tash kthehemi te Vjosa Osmani. Ju i shihni këta tre deputet. Ai shihni Vjosa u provun zgjedhjet e fundit, domethënë to zgjedhje ka pas një hapje të idesë, domethënë nuk është kundërshtu shumë, ka pas disa individ, ndoshta që kanë shpreh paknatësi, kundërshtim me ardhmën e Vjosës. Shikojmë figurat e individuale. Nëse i shikojmë kështu, kush do ta zëvendësonte, kush do ta pasonte? Nuk mundesh me pa pyllin në një listë. Andaj po them, me që është parti jetë gjatë dhe ka kriju figurat forta. Në aspektin e përvojave politike, jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi në botë, nuk do të thotë që janë shumë jetë gjatë. Performimet e fundit që po nxjerr LDK dhe PDK është tash parti relativisht e vjetër, sa është parti e dalë nga lufta, duke u nisur nga performimet që po i bojnë në disa palë zgjedhje, nuk kanë aftësi më shku mbi 20-shin. Ky do të jetë mendimi jam personal. Janë harxhu në aspektin si parti tradicionale. Maksimumin që munden me arrit këto dy parti munden me shku deri 25%. Me përqindje po flas. Duke u bazu... 25% nuk është keq. Po shiko. Nëse shpërndohet vota do ishte shumë mirë. Mirë, shumë. Por esenca që ndron në ketë, se kur partit etablohen për një kohë të gjatë,
shkojnë në disa qeverisje, shkojnë disa herë në pushtet dhe kthehen, qoftë si pozit, qoftë si opozit, nuk kanë ma që ka me i dhanë qytetarve. Unë e shoh, kauza e LDK-s thirrën në rrugovizëm ende në shekullin 21. Rrugovizmi është filozofi o frymë. Nuk është e rezervuar ose e konzervuar vetëm për një parti. Prej asaj lidhje demokratike kanë dalë edhe shumë partit të tjera. Bile kjo qasja që ka sot lidhja demokratike, me këto ndërskamca, me këto akuza, me këto veprime që i banë, qoftë leadershipi, qoftë individet të caktuar, s'kan lidhje me rrugovizmin. Rrugovizmi është Kur thoni rrugovizmi është filozofi, identitetit qytetar, identitetit kombëtar, respektimit të njeriut të tokës, rujtjes së familjes, rujtjes së integrimeve, rujtjes së partnerve strategjik, sidomos SBA-s. Krejt të janë komponente të cilat nuk mungojnë edhe të partit tjera. A ka qenë si filozofi? Nuk është me çdo kusht e rezervuar vetëm për individ të kësaj partije. Këtë mund të thrasin nesër mas nesër edhe disa parti tjera. A ka qenë filozofi e tillë që i ka rënë tamam një periudhë të caktuar kohore në rrethonat jashtëzakonshme, apo është një filozofi që edhe sot mjeton e mund të adaptojë secili? Koha prodhon njerëz, koha prodhon grupe, koha prodhon parti, koha prodhon edhe shtete, si kur nga ka prodhu ne si Kosovë. Sot në këtë konstelacion të forcave, në këtë geopolitik të nivelit global dhe evropian, a kemi pas shans të ndërtojmë shtetin? është trishtim të amendojmë. Shumë vështirë të mendojmë. Po për atë situat u kriju shteti. Edhe lidhja demokratike, edhe partia demokratike ka dalë si rezultat i mbas luftës dhe u mobilizun të gjitha ata që ndishin vetën ma afër luftës, doli si parti e cila i trashëgoi komponenten e luftës. Që në fakt ato komponente ishin të shtrira edhe në parti tjera, por ata e murën atë bajrakun, si me thonë, të asaj partije. Ata pra e patentuan trashëgimin e luftës. Të gjithë këta që ishin për një politik jo violente, për një politik të vërtet të durimit, të arsyes, faktikisht u afrun të lidhja demokratike. Por momenti, situata prodhon gjithçka. Sot në shekullin 21, ku në fakt qytetarët mobilizohen shumë ma lehtë me rrjetet sociale, ose me forma tjera të komunikimit, se sa në këtë komunikimin rigjid, klasik, që sa të bojnë me dege, me nëndege, me aktive, kjo dhe më thonë që në qovë se këtu parti, sa do të vjetra, në qovë se nuk transformohen, nuk reformohen në kuptimin politik, programor, pse jo dhe kadrovik, me njerëz të ri, me dokumente të reja, ka të kanë. Sepse edhe me statutin e LDK-s, kryetarët e degëve ose kandidatet kanë pavarësi në arritjen e koalicionit në nivelit lokal. Se kjo bo zhurë ma shumë për vushtrin. Kryetarët e degëve kanë drejtë. Për parim Roma është kryetar dega? Ajo është i kapitu zgjedhët, është kryetar... Ja, lutem, për strukturat partisë o ka punë kjo. Jo, unë po flasë që ajo është konsideru goditja më e madhe. Shiko, në qoftë se, për parim Roma, i ka marrë votat e lidhjes demokratike. Ai dasht e pa dasht duhet i respekton strukturat e lidhjes demokratike. Nuk mund është me i përfitu e rezultatet ose benefitet e një partije dhe mu sjell thua se s'ki lidhje me atë parti. Kjo nuk ndodhë kur kënd votë. Në momentin, edhe nëse nuk i antar partije, por ajo parti të mbështet, ti qoftë si përgjithësi politike, qoftë përgjithësi individuale, qoftë morale, individuale, ti duhesh të përgjigjesh strukturave. Nuk e kom fjallin këtu vetëm për këtë përparimin, po për të gjithë të tjerët. Këtu ka probleme të kësaj natyre që mas miri din me i shpjegue, me thirë ju në një studio për parimin dhe lumirin që fa raportës kanë. Nuk e besoj që bëm bashkë. Problemi se Zotëri Ramoca e po thëtë se në kalurën ka egzistu këj kolegjumi tash, nuk e di prandaj, do më thonë, kur e she Zotërin Roma, për parim Romen, i ka disa kryetar të degëve pjesë të
ekipit vetë, i ka drejtora. Ajo drejtora janë aspekt pushtetit, ajo nuk ka lidhje me partinë. Po thamë që nivelli vendimarrës për komunën e Prishtinës është pak i habitshëm, është pak i çuditshëm, se është i varur direkt me kryetarin, përderisa në komuna tjera Dega është këtu është një raport tjetër. Andaj po them, ai ka ardhur goditja më e madhe Abdigjikut nga përparim Rama. Edhe vetë përparim Rama krijon paqartësi, se në një anë thot unë nuk jam LDK, nuk jam struktura, edhe i merr vendimet se unë pajtona, ai ka fitu si kandidat i LDK-s. Ai ka shfrytzuar gjithë infrastrukturën e LDK-s. Gjithë organizimin e LDK-s. Natyrisht me përparim Rama. Këto janë pyetje për kryetarin dhe kryesinë e LDK-s, çfarë raporti ka me përparim Ramën. Ata kanë obligim bile moral ndaj elektoratit me tregue cili është raporti i tyre. A është raport personal, a është raport biznesor, apo është raport politik? Duhet me tregu. Mund t'jenë të trija? Nuk duhet të spekuloj. Sinqerisht po të thëmë nuk e di, se nuk merrna me thashet tëna. Veç po të regoj që ata kanë për obligim, qoftë qytetar, qoftë politik, karshi elektoratit e lidhjes demokratike që është mobilizuar ja bo votat, ka për obligim me tregu raportin që kanë raporti i përparim Ramës, qoftë me deget e Prishtinës, qoftë me kryesinë qendrore, qoftë me kryetarin. Ka obligim të tregon raportin. Në qoftë se nuk e përjashtoni... Nuk respekton strukturat, se po të vinshin kërkesat për koalicion, të diskutoshin nëse është kryesia qendrore, apo këshilli përgjithshëm, në fakt është këshilli përgjithshëm, ai që i miraton koalicion për në nivel qendror, në nivel lokal, nuk e kam studiu mirë statutin, por të paktën kështu është diskutuar që vendosin degët. Dega vendos për koalicion në nivel lokal, apo flet Florian Dushi me fjalët e përparim Ramës në këtë rast. Jo, veç e ka komentuaj nemen të kryetarit Degës, jo të përparim Ramës. Se ka përdes, se nuk është përparim Rama në asë një strukturë politike. E qartë, por me që ma herët nuk e përjashtuat një element tjetër që mund tjetë elementi i interesave të tjera për të shkaktu këto përqarje. Na po e japim mundësin qytetarve dhe atyre të cilët janë edhe vendimarrës, edhe përgjegjës për votën, të mendojnë për këtë proces. Çfarë po ndodh? A është vërtet logjike emergjente të ndrohet udhëheqja partijake? A është logjike emergjente për shkak të koalicionit potencial? Apo është procesi natyrshëm i ciklit jetësor të kësaj partije që i ka ardhur fundi kësaj udhëheqje politike për ndryshime të tjera? Unë të tregova në qysh në fillim, jam shumë i ftoftë në qëndrimet ndaj LDK-s dhe du me pas qasjen shumë racionale, bile une në këtë rast, duke marrë parasysh rezultatin e fundit, i kisha sugjerue mos mungut, por të realizojmë një proces zgjedhor normal dhe të nxjerrim një rezultat normal, sepse këto zjarmi politike që vinë si rezultat të situatës politike dhe situatës së momentit në ndërtimin e institucioneve mund të prodhojnë defekte në lidhjen demokratike, qoftë qarje, qoftë divergjenca, qoftë krijimit grupeve të interesit, qoftë ndarje, kështu që kjo mos më ndodh, duhet të ulen rafsh, të analizojnë rezultatin,